Me marrëveshjen e Ohrit, Maqedonia zgjodhi ta ndërtojë stabilitetin përmes partneritetit ndërmjet komuniteteve, u shpreh zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali në seancën solemne të qeverisë me rastin e 25 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Siç theksoi, me këtë u soll një standard politik ku demokracia nuk matet vetëm me zgjedhje të lira, por edhe me aftësinë e institucioneve për të garantuar përfshirje, përfaqësim të drejtë, dialog dhe besim ndërmjet qytetarëve. Nëse politikanët e vitit 2001 e ndërtuan paqen dhe barazin institucionale, brezi ynë duhet të ndërtoj besimin afatgjatë ndërmjet komuniteteve, të ndërtoj institucione më efikase dhe një shtet që funksionon sipas standardeve më të larta evropiane. Ky është kuptimi i vërtetë i respektimit të marrëveshjes së Ohrit. Po investohet në infrastrukturë dhe arsim, ku po bëhen reforma për të ardhmen, theksoi zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski, duke shtuar se marrëveshja e Ohrit është historia kryesore jona që më na mësoi të jetojmë së bashku. Денес државата ја градиме како модерна и просперитетна. Градиме модерна инфраструктура. За некој ден ќе почнеме да го градиме автопатот Скопје-Блаце. Интензивно се гради Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани. Во тек на септември ќе почнеме и Букојчани-Кичево. Очекувам во тек на октомври да пуштиме уште една делница од Кичево-Охрид. Përndryshe, marrëveshja e Ohrit u nënshkrua 25 vjet më parë, më 13 gusht në Shkup, pas përfundimit të negociatave që u zhvillua në Ohër, duke i dhënë fund të zyrtarisht konfliktit të vitit 2001.